Mirdita. Aeroporti Vlorës falimentoj para se të filloj funksionimin. Faktikisht, i ndërtuar mbi një korrupsion të tmerrshëm, ngrehinë e tij u shem para fillimit të funksionimit. Në aparencë, mediat dhe qytetarët shohin një përballje midis dy aksionerëve. Dhe në këtë aspekt, kjo nuk është një gjë pazakonshme. Por kjo është vetëm në aparencë. Afera e aeroportit të Vlorës eksplodoi 3 javë më parë, kur biznismeni dhe politikani i njohur kosovar Bexhet Pacolli doli nga zyra e kryeministrit shqiptar. Doli nga zyra e kryeministrit shqiptar. Tani, që dy ortak mund të kenë mosmarrveshje njëri me tjetrin, kjo është një ndodhi e zakonshme. Po që një kryeministër të implikohet në ngatresën apo në përballjen e dy ortakëve njëri me tjetrin, kjo është gjëja më e pazakonshme. Kjo është gjëja më e pazakonshme. Ky është moment i cili flet shumë më tepër se sa të gjitha të tjerat. Pra kemi të bëjmë jo thjesht me një përballje midis dy aksionerëve, por kemi të bëjmë me një përballje midis shtetit dhe aksionerëve. Kemi të bëjmë me një përballje të tillë sepse siç jeni dëshmitar, nëse ju shfletoni arkivat e mediave, do të gjeni se janë mediat ato që njoftuan fillimin e procesit kundër këtij, kundër atij, pa filluar procesi. Por janë bërshit pa fund me mesazhes të pushtetarëve direkt interesuar në këtë aferë, që kanë vërshua drejt aksionerëve. Çfarë duhet, cili është morali? Dorezez e atyre që kanë stisur këtë aferë të tmerrshme është e shtetit dhe e qeverisë. Unë duhet të informoj qytetarët se aeroporti Vlorës ka një histori recente të tillë. Në vitin 2017 hapet një tender, në të cilin paraqiten 4 kompani të mëdha turke për ndërtimin e aeroportit. Kompanitë turke
duke patur parasysh se në aeroport do të kishte më shumë zoq se pasagjerë, kërkuan një garanci me 120 milion euro, 120 milion euro, ndërkohë që aeroporti ishte përllogaritur të ndërtohej me 105 milion. Duhet të deklaroj këtu se 2 ministra refuzuan firmen e kësaj kontrate. E refuzoi Arben Ahmetaj, e refuzoi Damian Gjiknuri. Dhe refuzuan pikërisht për shkakun se kompania kërkonte 120 milion euro pagesa nga qeveria, edhe sikur asnjë avion të mos fluturonte në këtë aeroport pas përfundimit të tij. Një çmenduri. Aeroporti është me rrezik të lartë dhe kështu është aeroporti. Të ngrihesh mi ufon për të mbushur valixhet me parat takspaguesve është tmerrësh të krimi shëmtuar. Të dalësh të kapardisë si Lubia që nuk më lejohet t'i ve epitete, se po ndërtojmë në Vlorë aeroportin më të madh të Ballkanit, duke dëshmuar ignorancën më të madhe, minimum ignorancën më të madhe të Ballkanit dhe babëzinë më të tmerrshme. Si mund të ndërtohet në Vlorë? Cila imagjinat është që të mund të ndërtojë në Vlorë në një rreth që ka gjithsej banor aktual, asnjë më shumë se 170.000. Të thuash po ndërtoj aeroportin më të madh të Ballkanit. Për të mbuluar vjedhjen e tmerrshme që ke planifikuar për të bërë, për asnjë arsye tjetër. Po pse? Sepse bon sensi, logjika ekonomike dhe e gjithanshme imponon një ndërtim me faza. Fazën e parë 20-30 milion, siç është vepruar me aeroportin e Tiranës, i cili mund të jetë sot në fazën e 4 apo të 3 po një me siguri të ndërtimit të shtesave. Rritet vëllimi, zgjatet pista, zgjerohen fusha e tjerë me radhë. Por, që në fillim ab initio, duhet që aeroporti të ishte më i madh në Ballkan. Një krim ndaj shqiptarëve ky. Një krim i vërtet, një lloj si Kuksi. Shkonin Kuks, e shtruan në park voltaik aeroportit. Shkonin shifni Kuksin. Dakor, do ta ndërtoje në sajz minimale dhe kur të shtohen pasagjerët, e shtohen, s'ka asnjë vështirësi. Jo, do ta bëjmë më të madhin që vjedhja të jetë maksimale. Dhe çfarë bëri? Atë që Arben Ahmetaj edhe Damian Gjiknuri nuk e firmosen sepse ishte 120 milion euro siguri nga qeveria nga takspaguesit shqiptar, Lubia e firmosi me 140 milion euro. Dhe a mund ta kuptoni ju që aeroporti që ndërtohet me 105 apo 110, brenda 10 viteve u merr takspaguesve shqiptar edhe sikur asnjë avion
të mos ullet në pistën e tij, në total 135-140 milion euro. A ka njëri që mund të gjobis, përveç hajdutët që s'kan asnjë lloj morali, dhe që janë të aftë të bëjnë çdo gjë. Përpiqen, jo bexheti, jo valori, jo bexheti. Ç'pun ka ata? Ky është shtylla e zezë e korrupsionit, është garancia që është dhënë nga Lubi Balluku, e papërmbajtur në hajnit dhe vjedhjet e saj, dhe që mbrohet si nga skapi i partisë. Ja ku është. Kjo është e vërteta. Pranaj edhe këta, të gjithë janë vërsulur gjoja në grinje që ka bexheti me valorin, valori me bexhetin. Po në qoftë se ata kanë grinje të zgjidhur, ata janë qytetarë privata, nuk kanë asnjë ç'pun ke. Pra, janë interesa kriminale. Edi Rams, Lubi Ballukut, Taulant Balls dhe dhënrit të Lubi Ballukut, djalit së Adria Bazit. Po, Lubia e ka marrë kushtrinë e parë të Lubis. Këto janë të shifë në qytetar, kjo është e gjithë puna. Dhe kjo ju garantoj se mënyra se si e po trajtojnë këta, nuk po hyjnë fare kush ka drejt për të atyre dyve, kush nuk ka drejt. Jo, absolutisht. Se unë jam i lirë nga ky problem, edhe për faktin tjetër, e kam denoncuar i pari dhe jo një, po shumë herë, si një aferë të tmerrshme korruptive. Tani, shoh që në qoftë se djegësi i Tiranës u vodhen parat dhe ai nuk u hodh një tull, në aeroportin e Vlorës janë premtuar 140 milion euro, edhe sikur një avion i vetëm të mos ulet në pistë e tij gjatë 10 viteve të para. Se është me rrezik. Jo, atër, kjo ka një gjë shumë të thjeshtë. Në qoftë se s'duan të vjedhin, ky rrezik nuk shkohet në aeroport me 100 milion euro, ndërtohet në aeroport me 15 milion euro. Fillohet, shtohen pasagjerët, shtohet pista, shtohet mjedisi, shtohen çartat e mëdhej, zgjatet pista me tej. Kjo praktikë është ndjek me aeroportin kryesor të vendit, Rinasin. Edhe e kanë ndjek privatët. Privatët e kanë ndjek të praktikë. E kishin Gjermanë të ndoqen. Nga Gjermanë mos gaboj e morën kinezët, po këtë bën. Nga kinezët e morën shqiptarët, po këtë bën. Tani, ku flen lepuri? Ku flen lepuri? Ja u thëmë. S'ka gjë më të fështirë se me gjetë lepur, Osman, ku flen. Fështirë. Po di ku flen e gjithmonë. Qa ka ndodhur? Lubia, jo vetëm firmos kontratën për një siguri 120 milion, po Lubia, një vit mrapa, firmos transferimin. A, bravo. Firmos, ja kërë kemi, se vend së kryeministra dhe ministra, mos harrojnë, i vend të dy titull. Shoqëria koncesionare Vlora International Airport.
firmos kalimin e aksioneve nga YDA Insat Sani VE Tikaret Anonim Siliketi, kompania turke, e cila është kompani me ekspertizën në ndërtimin e aeroporteve, pa praninë të cilave aeroporti nuk fillon të ndërtimin, nuk ndërtohej, dhe në menaxhimin e aeroporteve. Pra, firmos kalimin e aksioneve nga kjo kompani tek Mabco Construction, që në këtë moment tenderi rëzohet. Shtyllë kryesore e tenderit nuk ishte Mabco Construction, sepse s'kishte asnjë eksperiencë në çështje aeroportesh, por kishte kompania turke që ishte ndërtuese, menaxhuese aeroportesh. Dhe një numër kompanish të tjera që u paraqitën në tender, po që nuk kishin praktikën ekspertizën e kompanisë turke, u përjashtuan nga tenderi. U përjashtuan, sepse nuk kishin ekspertizën. Tani, kompania me ekspertizë mbi të cilën u bazua tenderi, u thot mirupafshim dhe Lubia, sigur ta kishte pronë në borën e vetë, firmos kaloja aksionet Pacollit. Tani, çdo shqiptar ka të drejtë absolute të dyshojë se ato aksione janë të Edi Rams dhe Lubi Ballukut. Dhe këtu mund tjetë, nuk them, se këtë se nërvesh, këtu mund do në hetim të gjithanshëm, dhe këtu mund të jetë shkaku i angazhimit kaq intensiv të Edi Rams, Lubi Ballukut, Tauland Ballse me radhë, në një aferë e cila në pamje është aferë midis dy ortakëve, pa lidhje me shtetin. Pra, sepse, që ta dini ju, nuk do të marrë asnjë anë, absolutisht, por i vetmi transferim aksioni në 4 vite i miratuar nga qeveria, transferimet aksionet gjithmonë duhet miratohen nga qeveria, është ligja jo, ligjin tregtar, është transferimi i aksioneve të kompanisë turke, që është bërë në shkelje të ligjit. U lumturua Lubia me ato aksione, apo Edi Rama, apo Tao, apo kush, këto sigurisht pa hetim nuk mund të thuash. Po fakti që implikohen kaq thellë, fakti që kanë firmosur një kontratë të tillë, i akuzon këta absolutisht si direkt përgjegjës për të gjithë këta aferë mega korruptive. Mos harroni, nuk ka një dokument ku t'jetë firmosur transferimi i aksioneve nga Pacolli tek Valoni. Nuk ka. Dhe tani vërsulin të gjithë, po ç'punë keni ju në punë midis ortakëve? Unë i kam denoncuar, unë të Valoni se kam jo thonë, kur kam denoncuar kam pas parasysh Pacollit, kemi hapur me ju. Nuk kam, sepse ai ishte emri kryesor, dhe nuk mund pranoja unë sigurin për 600.000 bileta. Ja, kur nuk ka pranoja. Se ajo ishte kjo është një gjë të mëshme të vonë, të gjobisi shqiptar të pagu. 35 vjetë koncesion, parashikimi është 700 milion fitimi. 700 milion parashikimi. Por, ignoroj parashikimin. 10 vitet e para, taks paguesit i paguajnë koncesionarit,
140 milion për trafikun e munguar. Besoj se çdo shqiptar e ka të qartë tani se këtu Pacolli dhe Valoni janë thjesht prestanome, po emrat e vërtet të kësaj afere të tmerrshme janë Edi Rama, Lubi Balluku dhe qeveritar të tjerë. Përgëzoj të dy ministrat, ish ministrat, të cilët kanë refuzuar të firmosin jo për 140, po edhe për 120 milion euro gjob për taks paguesit shqiptar, gjob e vërtet. Këtë duhet ja u shpërndani medjave, këtë shkres që ka emrin e firmën e Lubis. Isha e krahasuat aferën, atë që ju e cilësoni si aferë të aeroportit të Vlorës me atë të djegsave, konkretisht me djegsin e Tiranës. Djegsat patën disa arrestime, jo paktën ato që ju i cilësonit përgjegjës direkt për djegsin e Tiranës, po ashtu edhe për djegsin e Fierit, por pati disa arrestime në rang ministrash apo zyrtarësh të lartë të përfshirë. A mendoni se fatë njëjtë do të ketë edhe për aeroportin e Vlorës, do të ketë hetime, arrestime deri në nivelin e Belinda Balluku dhe Edi Ramën që ju e bëni përgjegjës direkt? Aq sa pati për aeroportin nga Altin Troplini, aq do ketë edhe aq sa pati për djegsin nga Altin Troplini do ketë për aeroportin nga Ndini apo ndonjë tjetër, sepse tani, që a dini ju, prej 2 vitesh, një kompani e huaj ka paraqitur pa dinus pak, se është përjashtuar absolutisht mbi baza korruptive. Një kompani shumë serioze. Dhe që kanë bërë? Si e kanë përjashtuar atë? Ajo është paraqit me dokumenta shumë tregta, të standardeve më të mira. Edi Rama dhe Lubia, 4 ditë para se të mbyllet tenderi, kanë ndryshuar termat e tenderit, që s'mund ta bësh kurrë. Vetëm që të përjashtohej kompania e huaj, e një vendi partner, dhe të jepej tenderi atyre që kishin caktuar këta. Një kompani turke që do vinte për të dalë, për të mos vetëm si materialës për të realizuar, po faktikisht ishte Pacolli. Kjo është natyrisht shumë të ngjashme. Edhe atje, edhe atje, të themi atë që është, Arben Ahmeti refuzoi 4 herë, 5 herë. Po e refuzoi. Askush se ka denoncuar më shumë se unë atë për korrupsion. Merrni ju që nga viti 2008 gjerë sot, po ato që ka kaj, s'mund t'ja mohosh tjetrit. Pavarësisht se i papërgjegjshëm, një mercenari vërtet i ligjit. I turpi i drejtësisë dhe i hetimit Altin Troplini merret direkt dhe u thot shqiptarëve po e arrestojnë sepse gjeta pllaka në banjon e tij të paguara nga Klodian Zoto apo si quaj tjetri Mërtiri. A e morët vesh ju apo jo? Ku e ka ta ndisi Troplini? Ku e ka ta ndisi Troplini djegsi 130 milion? Tek plakat e banjos, ish bashortës, bilem duket, jo të bashortë, po ish bashortës së Arben Ahmeti. Dhe për këte, Arben Ahmeti që kishte kundërshtuar 4-5 herë me shkrim djegës e Tiranës, kishte mbrojtë interesin publik, e arreston, sepse i kërkon, i dërgon këte dokumenta hoteli, se që kishë fjetë në një hotel, me një
shpifsh të paguar, i dërgon në një lokal dokumentat Linda Rama në emër të shoqit. Kjo është, mund të pranohet, këto së pranohet, s'kanë moral. Nuk kanë moral. Berisha Daniela Maloku, Report TV. Mbrëmjen e djeshme është shpërndar me shpejtësi në rrjetet sociale një deklarat e deputetit tuaj, Besar Xhaferi, i cili në një podcast deklaronte se zoti Berisha duhet të largohet në 2026, kur i mbaron edhe mandati 4 vjeçar, në rast se nuk na ka faktuar farsën zgjedhore dhe nuk e ka çuar, po themi, vendin sërish në zgjedhje. Keni një koment mbi këtë deklaratë të deputetit tuaj, e cila është shpërndar edhe nga Rilindja Demokratike? Së pari, cili do që lexon raportin paraprak të OSB Odirit dhe ka kulturën minimale në të drejtën elektorale, kupton që zgjedhjet kanë qenë farsë. Janë zhvilluar në kushtet e partisë shtet, s'ka nevojë të faktoju. Janë zhvilluar në kushtet e partisë shtet, e thot këte rekomandimi i Këshillit të Evropës, janë zhvilluar në kushtet pa barabarta, e thot raporti i paraprak i OSB Odirit, që këtu zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje. Kjo, së dyti, ju garantoj se çdo deputet antar mbështetës i kësaj partie do t'jetë i lirë të shpreh çdo mendim që ka. Kjo është gjëja më normale. Natyrisht, interpretimi i nenit statutit duhet t'jetë i sakt, statuti bën fjalë për zgjedhje dhe jo për farsa, dhe tani që ta mbyllim këtë punë, do t'jetë antarësia e Partisë Demokratike ajo që do i bëj interpretimin përfundimtar. Po, do ketë një garë për kryetarin e PD-s. E hapur, urdhë? Po sigurisht që do jem. Pyetja është kjo. Por e hapur ama, cili do? Zoti Berisha, po, ditën e djeshme, ish deputetja e Partisë Demokratike Zheni Gjergji ka pranuar ofertën e qeverisë për tu emëruar drejtoreshe e Spitalit Rajonal të Elbasanit. Është e disata demokrate, cila, le ta themi, ndryshon ka politik, dhe duket se kryeministri Edi Rama e paska patur seriozisht peshkimin e demokratëve për emërimin në administratën shtetërore. Nuk është kjo një raport i këtyre individëve me Sali Berishën. Kemi të bëjmë me një raport me ata që i kanë votuar, me ata që i kanë mbështetur. Një gjë mund të them, se për Sali Berishën, të gjithë ata që shkelmojnë mbi atë besim dhe mbështetje, janë automatikisht jashtë kësaj force politike. Sepse 99.9% mos më shumë, ose 999% të atyre që i kanë mbështetur këta individ, ndërkohë janë pa punë, janë në kushtet vështira, por nuk hipen. U kanë shërbyer këtyre pak, të janë shumë pak, 3-4 vetë janë gjithsej. Kështu që këta bëjnë një vendim, kalojnë në partinë e krimit, në partinë që i përkasin, dhe vetëm kaq. Pra, ky është komenti jo vetëm për atë, për të gjithë ata që kanë, për 3-4 janë gjithsej këta në Shqipëri, mund të kenë më shumë, se unë po. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Kë ka mandatuar Partia Demokratike për qenë në krye të reformës zgjedhore dhe reformës territoriale? Akoma nuk kemi, do mandatohen, por tani për tani, po bëhet
po bën diskutime paraprake në Komisionin e Ligjeve, natyrisht po shtyrtohen rrethanat, kriteret dhe me radhë. Nuk ka akoma një ekip të mandatuar nga ne se ky do jetë për këtë reformë, ai do jetë për atë reformë. Sa po të qartësohet çfarë platforme do zbatohet në punën e këtyre komisioneve, atëherë ne do marrim vendimet. Në ditën e sotme është publikuar në media një lajm sa i takon formatit se si do të organizohet Komisioni për Reformën Zgjedhore me antar përkatësisht 8 majoranca dhe 8 opozita. Majoranca pritet që të ketë 7 antar të Partisë Socialiste dhe 1 PSD-s, ndërkohë që në krahun e opozitës 3 pra grupet parlamentare do të përfaqësohen, 5 antar Partia Demokratike, 1 PL, 1 PR dhe pritet që të ketë Agron Shehaj një vend gjithashtu në krahun e opozitës. Sa i takon 2 partive të tjera, nëse doa kërkojnë pra Lëvizja Bashk dhe Adriatik Lapaj, Shqipëria bëhet një mundësi për që edhe ato pjesë e këtij komisioni për reformën zgjedhore, a do t'i pranoj Partia Demokratike? Tani, nuk kam asnjë djeni për përbërët për këtë që më thoni ju. Sepse fillimisht në një variant që më sollën mua ishte Tom Doshin e kalonte në opozitë, e kalonte tek ne. Imagjinoni tani. Prit se doli djen nga skapi tani, a e ka ndryshuar apo jo, të shohim çfarë do thotë Toma vet. Prandaj dhe s'mund të flas gjë. Ti shohim zhvillimet. Ne siguroj që edhe jemi të hapur për ta, por pa asnjë diskutim që zëri i tyre do mbahet shumë parasysh. Po, nuk kemi ne, domethënë, për ne është rëndësishme të ndjekim një rrjedhë të përbashkët me opozitën. Një mendim të përbashkët. Dhe unë nuk kam paragjykim për asnjërin nga këto forca politike. Jo. Me to, për Tiranën, krijuam një koalicion, të themi, një mbështetje, për shembull, avantazhi që ka kandidati ynë është se ka patur ndonjë kandidat ndonjëherë. Të gjitha forcat politike të opozitës se mbështesin atë. Në një rast. Rastin tjetër, absolutisht, dhe paketa e reformës zgjedhore do të jetë fruti i përbashkët i gjitha forcave politike të opozitës. Po, ta them unë këtu. Ne s'kemi asnjë lloj përkundrazi, unë edhe në parlament ndjehem jo mirë kur shkojnë dhe u lanë atyre një kohë 2 minuta se nuk kanë grup, i diskriminojnë në shkallë ekstreme, pavarësisht se ata përfaqësojnë zgjedhësit e tjerë me radhë. Unë nuk jam kurrë për këtë gjë. Dhe po këta kanë frikë nga opozita dhe frikë nga zëri i opozitës. Ndaj dhe ata veprojnë të mirë. Po të kishin kërkuar që të kishin grup parlamentar, ne do ta konsideronim shumë seriozisht që edhe ata të kishin grupin e tyre parlamentar. Miru pafshim.